sfidë. Pra mund të jetë kjo një opsion. Pra që reformohet PD, reformohet PS-ja. Por nën opsionet të mëdha. Nuk jam shumë për këtë, sepse nga ajo që kam parë në protest, me sytë e mi dhe që e kam më shkruar si bindje, aty janë njerëz shumë të mlefosur, me të drejtë, me PD-n dhe me PS-n. Që do thotë janë njerëz që nuk I votojnë më këtë forca politike, të paktën në optikën time. Ose nuk do dalin më në votime, të paktën në optikën time. Mund të jemi gabuar. Dhe në zgjedhjet e ardhshme, nëse Rama nuk tikën, në zgjedhjet e ardhshme lokale. Zgjedhjet e ardhshme lokale që janë shumë. Nuk ka. Atëherë, këtë energji do ta lësh të papërfaqësuar? Po me këtë kod po. Ose të bësh tjetrën, të futesh në zgjedhjet lokale me kandidat pa valur. Thonin këta të reformës territoriale. Si nuk e kuptova. 50 bashki kishin dalë me kodin zgjedhor 6 muaj, me kodin zgjedhor me kodin zgjedhor 61 bashki kemi aktualisht. Jo, çfarë propozohet mos si reformë territoriale. Të mbyllet në një bashki e vogël që s'ka ndonjë impakt. Por Palë sigurisht ishin dakord për 50 bashki. Deri 6 muaj para zgjedhjeve lokale me kod zgjedhor, para gjitha zgjedhjeve, nuk mund të ketë dyshim në sistem. Okej. Kështu që do bëhen maksimumi deri në fund të tetorit, ndryshe nuk ka më kohë. Arbër, të dalim pak se nuk kam shumë kohë në fakt. Dhe dua të dal pikërisht tek ajo që ti the që kjo protest mund të prodhojë, le të themi, ndryshime të mëdha. Efektin e parë Occupy Wall Street e dha te Partia Demokratike në Amerikë dhe te Partia Republikane. Ndërkohë kemi disa lëvizje. Elisa Spiropali në rastin konkret si e vlerësove këtë platformën politike që nxorri sot? Shiko, kjo është një efekt përveç asaj që tham me Bashkimin Evropian dhe dalja e platformës nga ana e Spiropalit, propozimi I saj dhe depozitimi në Asamblenë e Partisë Socialiste para tregon që ajo ka seriozisht. Unë kam qenë ata njerëz që kam qenë kritik sepse mendoja që nuk e kishte seriozisht për sa kohë. Po, kemi qenë në studio. Vetëm deklarata në Facebook. Në kohë shikoja Erion Braçin, I cili përballej me gazetar, të jepte edhe komentet, edhe jepte edhe mendimin e tij për shumë çështje. Por çfarë kam parë? Spiropali është konstante, është persistente, po vijon. Ndërkohë Erion Braçi ka bërë një, si I thonë asaj, 2 hapa para, 5 hapa mbrapa. Spiropali po shkon që po bën vetëm hapa para. Dhe është në frymën e protestës, zgjedhje kombëtare lokale që prodhojnë besim institucione. Për mua është tërësisht një sfidë e hapur për leadershipin e Partisë Socialiste. Pra zëri Spiropali nuk është se këtë e ka vetëm që t'i thot Ramës përmisohu ti. Por në thelb kjo është një kërkesë që ne dim ku do shkojë. E ka me sistemin. E ka me largimin e Ramës, sepse sistemi përfaqësohet nga individi. Dakor. Dhe nuk përmend emra po them unë. Po patjetër, se unë besoj që është graduale. Unë shikoj një lloj crescendo të zonjës Spiropali, por pak nga pak dhe besoj do kulmojë në vjesht. Të paktën me ajsa nuk has unë me intuitën time si gazetar. Dhe shikoj për shembull edhe këtë pjesën e marrëveshjes së 2008-s. Pra kjo është një goditje që I bën ndaj marrëveshjeve që Rama ka bërë me Berishën her pas here. Sistem proporcional kombëtar me listat hapura. I paraprin nga proceset brendshme demokratizuese të partive politike. Pra, qartazi dhe meritokracinë. Pra, atë që ka bërë Rama, një goditje të fortë që I ka dhënë PS-s, pavarësisht se në fund ditës rezultati I ka dhënë të drejtë se ka dalë fitues, por ka goditur meritokracinë. Pra janë bërë deputet njerëz të cilët kanë dalë bukur me qingjin, Rama ka parë foton me qingjin edhe I ka marrë I ka vërë të parën në Shkodër, se me në malsohen kjo ka qenë historia. Ose deputet të tjerë I ka parë kështu nga jashtë, janë dukur mirë, I ka bërë në listë të parat në listë. Nuk ka pyetur fare për pjesën tjetër. Por siç ka marrë edhe meritat, siç ka marrë meritat e fitores, pra që Rama I bën gjithë ato. Ban edhe përgjegjësinë. Edhe përgjegjësinë. Pra gjithë situatë që është krijuar nuk është një situatë e cila mund të themi protesta. Është krijuar sepse e kanë bërë drejtorët dhe Rama nuk di gjë. Sepse nëse ti del dhe më merr mua meritat për gjithë sukseset e tua fitore, ti do marrë edhe përgjegjësi. Kjo që do vazhdoj kjo dhe do kulmoj, po thua, me këtë do kulmoj, për çfarë ke fjalën? E shikoj shumë serioze dhe prandaj I thash Poli dhe kundërshtova pak më herët, tek e majta, por edhe tek e djatha në Britani, se ato janë modelet më të mira. Parlamentarizmi aty është shpikur. Nuk krijojmë vetë rrotën se nuk e kemi në një traditë të jashtëzakonshme demokratike. Westminster kemi si yll, po them polar që ne shikojmë dhe e ndjekim. Në Westminster kjo ka ndodhur. Të gjithë kryeministrat britanik që janë larguar nga detyra, edhe Boris Johnson e ka larguar partia.
të gjithë e larguar nga partia. Me këtë e ke fjalën kur thua do kulmoj Arber? Spiropali nuk di ta them do ta largoj Ramën apo jo. Është ende herë. Ka partia aty. Por një gjë mund ta them me bindje. Spiropali nuk është vetëm. Atje ka dhe shumë deputetë të tjerë, të cilët janë të pakënaqur me Ramën. Dhe nëse do shikojnë, se shumë e rëndësishme që ti të shikosh se sa serioze është zonja Spiropali. Pra, është futur në këtë betejë për të ndryshuar PS-n apo është futur që të marrë një post? Se nëse është futur për të ndryshuar vërtet PS-n, atëherë shumë njerëz do t'i bashkohen, do t'i bashkohen socialistë të zgënjur, do t'i bashkohen socialistë të mërzitur, pra do jetë një ushtri shumë herë më e madhe se vetëm një individ. Dhe aty Rama është shumë vulnerabël. Pse është vulnerabël? Sepse rrethohet nga njerëz të paaftë në pjesën më të madhe. Shiko, ene nuk e di e kaluara mbi. Te Spiropali, gjithmonë trim te PS-ja. Kam patur një debat të fortë, kam përshëndetur qëndrimin e Spiropalit, e kam quajtur si fladitje për PS-n që i duhet e tjerë, tani shikoj domethënë që Arbëri kolegu im ka kaluar në krahun komplet të kundërt. Po, ka ndryshuar bilen ato. Dhe shumë mirë ka bërë. Por tani duhet kaloj unë, jo në krah të kundërt. Bindjet nuk janë si betoni miku im. Po unë nga bindjet bazohen për fakte. Nuk e kam tek ajo. Nuk e kam tek ajo. E kam tek kjo. Spiropali, andej të njëjtën gjë, ajo që nuk u lexua, nuk u lejua nga Berisha të lexoj rezoluta e Kuçanës. Paka shumë të kishte në frymën e protestës, të hapet partia, meritokracia e tjerë. Sot e nxori dhe Spiropali, më të detajuar faktikisht Spiropali. Duke hedhur dhe teza që në fakt ka futur për arsimi i shëndetësisë, duke hedhur dhe tezat të cilat prap ngelen brenda sistemit që kërkon të rrëzojë, sepse thot kodi zgjedhor. Kështu domethënë që ta bëjnë këta. E kupton, domethënë në kuptimin asaj. Njëri sistemi nuk mund të thotë të rrëzojë sistemin. Aktualisht Spiropali për mua më duket si një person biles më ndershme, jo se s'është ndershme Spiropali në ato që mendon, po më me integritet më duket Neo Malsoria. Po ta vëshrej domethënë. Do të është vërtetë, shumë me integritet. Se sa Spiropali. Spiropali mua më duket si ata domethënë që kanë kapur drasën se po vjen një dallgë ashtu dhe ti bëjmë surf, ta kapim dallgën, kështu ta kapim valën. Pse? Kushdo që del nga PS-ja dhe nga PD-ja në këtë lloj situate, kur në fakt vetëm budallënët nuk e kuptojnë që kjo kas ka marrë fund, kur janë brenda në politikë, se ne mund të themi çfarë të duam, se ne një lloj do jemi. Si siç ishim para revolucionit dhe pas revolucionit, mund të ndjejmë atë kënaqësinë edhe dashurisë një Shqipëri më e drejtë, më demokratike, më afër demokracisë dhe tjerë. Por këta që janë lojtar, përpara se të gëzojnë ose të fillojnë dhe të kapin dallgën, të vënë drasën e tyre të surfit në dallg, gjëja e parë, për shembull, zonja Spiropali duhet të thotë ka ndonjë pak përgjegjësi, se përpara se t'jap direktiva se si duhet bërë partia dhe Shqipëria, duhet thot minimalisht duhet thot dhe unë kaq një fjali. Kam qenë pjesë e kësaj, por si thot Arbëri për veten, kam reflektuar, e ke parasysh, kërkoj dhe ndjes sepse ka qenë Jo, s'kam reflektuar, jo. Jo. Ti ke reflektuar ndaj Elisës, unë kam reflektuar ndaj faktit. Ndaj faktit, Unë reflektoj edhe ndaj teje. Dhe ajo, edhe ndaj teje, po bëre Berishis. Për Elisën, po bëre Berishis, po reflektoj përsëri. Ore nuk quhesh fare. Do bëj kritikë. Po nuk je debat përsëri. Po nuk je faktor, po nuk po flas për ty, po flas për Elisën. Po di. Ti dash të reflektoj, dash po reflektoj. Jemi të dy një lloj. Shikoj serioze dhe nuk do provoj. Shumë pra ne do jemi të njëjtët. Unë e them për veten time, ti do të dalësh protokolist. Nuk je. Asus jam. Nuk do provoj, po thua një lëvizje që ta çaj person. Prit. Unë i bëj analizën e asaj që shikoj. I mungon po thua. E para i mungon fjalia e mbajtjes së përgjegjësisë si pjesë e ingranazheve shumë të fuqishme brenda PS-s. Një PS që sa erdhi dhe degradoi. Që nga 2013-a sa erdhi dhe degradoi dhe kjo ishte edhe një nga zerrat më të fortë të alibive të kësaj, përplasjeve e tjera. Dakor. Një thua. E dyta. Si të PD-ja, si të PS-ja, kushdo që do dalë dhe tani fuz dhe Kuçanën këtu, që del dhe kërkon hapje, meritokraci, ndryshim e tjerë, nuk ka është hipokrizi në qoftë se nuk shton dhe fjalin.
distancohemi nga rilindja e Edi Ramës. Distancohemi nga berishizmi, sepse faktikisht në qoftë se nuk kap thelbi në PS, sepse kjo PS u kthye në një organizat, është fiks rilindja maskimi. Është fiks rilindja maskimi që na doli një korporat e korruptuar, na doli një organizat. Por ideja është Dhe kushdo është naive. që nesër, dëgjoj, mbarova, që nesër do të distancohen, unë se diskutoj. Por kushdo që ka integritet duhet të distancohet që sot nga ramizmi dhe berishizmi andej që kanë kapur partitë e tyre. Gjithë të tjerat janë kapje ka një kriter. Pse reagon dikush në moment që i cënon interesat? Se e dikush është roli, se rolin e të ndeshmit, një ta luajnë gjithë. Problemi është kush e ka realisht. Se kështu edhe po të vesh reti, edhe për krimin e mëndej, kur anë thanë në gjyqet me të lutem, me faleminderit, me pendesa, me pafajsi, po se nuk doja ta bëja ata që kapen nga fil, nuk e di se ç'bëra, biles. Para pak kohësh pash një ish agentit sikur që kishte vrarë nënën e bie dhe thoshte unë nuk e bëj. I vrau te pallati sport. Nuk e bëj mendsi, mbaj mend thoshte ai që ishte gjithçka e zezë edhe gjasë ishte në shok. Tani ideja është këtu. Unë kam vënë re nga sistemi Ramës, ke biznesmen, siç ka qenë Koço Kokdhima, që trumpeton të nga mëngjesit deri në darkë që tashmë do filloj një Shqipëri utopike, kur ngeli jashtë edhe u përjashtua edhe kur nuk ishte më ato që kishte dikur, filloi të fliste që Rama është më keq ma dekrojnë lëvizje. Ore çfarë kemi vënë re, oligark, drejtues mediash, gazetar, analistë, deputetë, ministra që gjithë kur vjen momenti që s'janë më në obor ose në taraf, në taf, dalin që janë me të drejtën. Me atë që njerëz të tjerë ka vite që i thonë që në fillim. Dakor? Kurse ata por kjo nuk do të thotë që mos flasin, ha? Por ama duhet ta vërtetojë që është sistem drejtësie, duhet ta vërtetojë që ka seriozisht. Po pra, pendesa është e sinqertë. Tani, kjo loja që bën Elisa Spiropali me flirtimin me të vërtetën, i ngjan në tre loja që bën këto fançurat e vogla që edhe duan një djalosh, edhe shkojnë drejt dera e shtëpisë, po nuk pranojnë gjithë lart se kanë merak çdo i thot mami. Kështu edhe puna kësaj. O dili kundër, e distancohem, jo herë thua e kam me këtë, jo kam me fenomenin ose kam me përveç asaj, distancim se i ke vënë vulën e turpit PS-s të korrupsionit. Nuk janë socialistët të korruptuar. Nuk janë socialistët të korruptuar. Kjo është një platformë që përmbys gjithë sistemin e Ramës, vetëm kjo është platformë që kërkon protesta në Kjo është platformë frymën e protestës. Ose sistemi Ramës. Po Rama do të bëjë kontinentin, por Rama e ka shkatruar me sistemi Ramës ditet nga hajdutët që nuk marrin më pjesën e tyre në tavolinë. Një njeri distancohet. Gjëja e parë që distancohet, duhet të distancohesh nga korrupsioni, nga elita e korruptuar. Ska, aty mbaroj, se këto janë pasojat të gjitha. Arbër, Redi, ka marrë shumë i përgatitur ditën e sotme dhe kam lexuar raste ekuivalente. Ku i ke shënimin? Po s'ka nevojë mos e mendje ime tu, po çfarë? Ta djem 70 vjeç që të mbaj shënime. Po bëhesh popullist. I di gjërat ato që lexoj. Arbër. Kjo fjalia ka marrë shumë i përgatitur. Kjo punë është që ne kemi ardhur pa përgatitur. E para një herë në kohën e sotme teknologji nuk mban një shënime poli. Ish në celular. Po gjithsesi ti je me të vjetrën dhe respektoj në celular shënime. Respektoj dhe të vjetrën, mos kam asnjë gjë me të vjetrën, më beso. E mbështes atë. Por po them tjetër gjë. Ti ka shënime digjitale. Po të ndalem në Portugali. Si ra Salazari. Filloi të vetët e larguan. Pra ata që e kishin mbajt në sistem gjithë ato. Po jo ata që vidhin bashkë me ata. Ata e larguan. Ata e larguan. Njerëzit e tij më të afërt e larguan. Në Egjipt, pramere arabe, të vetët e larguan Mubarakun, miku im. Shkojnë në Tunizi si filloi pramere arabe, u vedoq një qytetar që shiste fruta perime, sepse i vini taksa ata policët lokal. The për ato veshje nga perëndimi mos më ngjalin. Të dalën atje solidarnosti. Po kur të zuan në të dalën atje. Po Kaddafi. Të dalën Ceausescu. Sekuritate e largoi Ceausescun. Sekuritate nëse do ta dish, ka qenë sigurimi i shtetit në Rumani. Ata e larguan. Shkojnë pastaj Solidarnosti, që ka ndodhur në Poloni, ata e larguan. Unë thaj për leksionin historik. Pra, ma bëj kontekstualizim. Në të gjitha vendet. Ore, patjetër më, motivimi nuk është motivim ideologjik ose është motivim parimor. Pra, kjo është amballazhi që i vjet.
Ore Amerika pse shpallur e pavarur? Hungari që fitoi, nuk ishte do të futemi më thellë. Pse u bë e pavarur Amerika më? Për taksat e çajit, more. Por sigurisht si filloi në tregon, por na tregon realist apo jo? Si filloi protesta për Flamingon, Këto diskutimet Po flasim për Elisa. Unë mendon se Elisa mund të jetë është Flamingo. Shkojmë zot Elisa Flamingo. Shkojmë te pjesa e Hungarisë. Por ishte nga brenda sistemit, nga brenda jashtë doli dhe ai edhe kundërshtoi. Ne si qytetar duhet kalojmë në nivelin tjetër, mendoj unë, edhe ne, duke filluar që nga panelet. Nuk mund të gjykojmë asnjëri mbi 30 vjeç se çfarë ka bërë në të kaluarën e tij. Të gjithë kanë jetë natyrë. Të gjithë kanë bërë gabimet e tyre. Ore njerëzit sot po divorcohen me gra që mund të jenë 20-30 vjet martesë. Pse o ti thuash, pa ti ke fajm se u martove. Mor zotri, ndryshojnë gjërat rrugës, more. E njëjta gjë dhe kjo. Ne nuk mund t'i themi gjithë me që ke qenë te një forcë politike, ke qenë te PD-ja shumë e gabuar, ke qenë te PS-ja shumë e gabuar, dile dhe shaj ata. Distancohu zotri. Po ky është distancimi i pastër, mo. Jo, kjo është për Po ma hapur se ka çfarë bëj. Iliana Kuçana. Çfarë të bëj më shumë Iliana Kuçana? Çfarë të bëj më shumë Lisandro Hoxha, mor zotri? Pa ata të kanë dalë kundër. Do thoshim motivimi me kanë aty kanë këtu. Po të gjithë njerëzit nuk motivohen nga Perëndia, mo. Se s'jam priftërinj, kanë një interes personal, po mund të jetë dhe kjo, i cënohet një gjë personale. Ne duhet të rritemi si qytetar të shikojmë të madhen. Mua nuk më intereson fare motivimi, mua më intereson qëllimi dhe objektivi që ka. A është e mirë? Nuk duhet merremi më me njerëzit. E para dhe kryesorja është kjo. A ka akuza për korrupsion? Kjo është vija kuqe për mua. Njerëzit që kanë akuza për korrupsion janë përballë me drejtsinë, nuk duhet jenë ata që të flasin për moral politik. Por njerëz të tjerë, që kanë qenë pjesë e një partie politike, dalin kundër leadershipit, por kjo është gjë më e shëndetshme të kështu ka ndodhur. Por gjithë revolucionet e mbulon vjedhjen. Nëse mbulon vjedhjen, edhe se punon që ka ndodhur. Je pjesë e di çfarë është Satanai, kaq më përgjigj. Ka qenë ëngjëll nëse mbulon vjedhjen. Djalli ka qenë ëngjëll Mikuim. Mirë, e di apo jo? Di se një religjon më mirë se. Po ja, shef. Më kthej këtë përgjigje. Më thuaj, nëse e di që një vjedhje ka ndodhur dhe përveç se e mbulon, do ta shesë sikur nuk ka ndodhur. Je pjesë e vjedhjes? Ta ka thënë. Jo. Ka shprehje e fashme, këto bëhen dhe filma. Vjedhja që ka të shprehje e fashme bëhen dhe filma. Dgjoj, vjedhja certifikohet nga. Vjedhja certifikohet nga e vërteta në fillim. Dëshmitarët ka si gjykatën, ai që del dëshmon, nga gjykata. Thotë ai, ta thotë sa dënon gjykata, pastaj ta them unë. Ti si avokat nuk mund t'ja lejosh vetë. Jo, ja lejo vetë son. Unë besoj te papasia klient vetë është me moral. Me moral është. Po si, po pse e mbron një njerëz që ka akuzat rënda për një krim? Nuk po them që është i pafajshëm, mundon të marr minimum dënimin.